I lutem kryeministit shumë. Edhe Ministrisë Financave na ndihmojnë si mas vlerësimit që bojnë një gjera teknik, na sjellin edhe ato 2 lekë, na bojnë 2 dhoma aty mbrana. Se koha është e ri. Nëse për ashi, askush punon. Ne jemi të mbytur. Për ne lutem shumë kryeministër, vetojnë për zonën tonë, zonën Spatarit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Atëherë sërish, jo këtu, qëndro këtu me mua. Atëherë sërish miq, i bashkohem apelit banorëve. Ky është një emision bërë në kushte të vështira. Ju e shikoni, ne bëjmë brenda shtëpive, në mal, në kodër, në busprejnve, në rrugë të madhe. Kështu kemi bërë gjithmonë emisionet për t'ju treguar që ky emision i folë është për të sjellë zërin e qytetarëve, jo për të nxjerrë gjëra të bukur. Ne nxjerrim gjërat reale, troç. Ndaj vim në popull, shkojmë aty ku i dhem më shumë dhe marrim zërin e tyre dhe sjellim tek ju pa filtra, pa censurë. Që nesër të mos thot njeri as kazan e as legen. Këto janë fjalët e popullit. E populli sot lëngon. Në rastin konkret po lëngon Spathari. Spathari kërkon zgjidhje. Janë 7 familje ku thret qameti dhe janë mbi 50-60 familje tjera që ndodhen në pjesën e sipër me deri tek xhamia, ndoshta deri në rrez të Kodrës, që po ikën e gjitha. E këtë nuk e themi unë, e thon studimet nga 67-a e 9-a e deri më sot. Tani shteti e din dhe shteti komunist, e din qeverit në demokraci dhe askush nuk bën gjë. Po kjo është të vëshkuje. Tani shteti e di të marr masa, nesër nëse ndodh diçka, përgjegjës do jetë shteti shqiptar. Miq, ky është emisioni nga Spathari, emisioni i dytë. Ne do rikthehemi sa herë që ta rikujtojmë këtë çështje se shkëmban alarmi dhe ne nuk mundemi dot që të bëhemi palë me ata që heshtin. Ne nuk do heshtim, ne do flasim sa të kemi forcë, sa të kemi zë. Deri të premten tjetër miq, kalofshi sa më mirë.